Studentët e Universitetit të Evropës Juglindore kanë shprehur pakënaqësitë e para për bashkëpunimin me Universitetin Nën Tereza dhe janë totalisht kundër bashkimit të tyre. Burimet e Alsat nga Parlamenti Studentor njoftojnë se studentët kanë reaguar ashpër, duke e quajtur diskriminim në bazë financiare mësimin e studentëve në një objekt bazuar në shumën e parave që paguajnë për semestër. Ata thonë se paguajnë shumë fish më tepër se kolegët e tyre nga universitetet publike dhe nuk pajtohen të ndajnë kushtet e njëjta me studentët e UNT-s. Jo zyrtarisht, Alsat mëson se studentët janë totalisht kundër shkrirjes së dy universiteteve në një, kjo për shkak të dallimeve mes universiteteve private nga ata publike. Për të shprehur publikisht pakënaqësitë e tyre, mësojmë se studentët kanë paralajmëruar protesta, organizim të peticionit dhe janë kërcënuar me tërheqje të dokumenteve. Burimet e Alsat thonë se nga rektorati i këtij universiteti është premtuar se bashkëpunimi nuk do të ndikojë në cilësi dhe nuk do të ketë përzierje të politikave arsimore. Gjithashtu, jo zyrtarisht mësojmë se për fillimin e vitit të parë akademik, UNT-s janë ndarë vetëm 2 klasa në objektin e UEL në Shkup. Për të gjitha këto informacione, Alsat kërkoi konfirmim nga Universiteti i Evropës Juglindore, por deri në këto momente nuk kemi asnjë përgjigje. Ditë më parë nga UEL nuk konfirmuan shkrirjen e tyre në UNT, por thanë se janë për gjetjen e modeleve të qëndrueshme për universitetin me qëllim të ruajtjes së misionit dhe standardeve ndërkombëtare të krijuara në universitet. Shkrirjen e mundshme e ka komentuar dhe Ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu, sipas të cilit është proces që duhet të ndodhë natyrshëm.